Mirë të ndëruar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës. Për 6 minutave në vijim, fokusi kryesor do të jetë analiza e zgjedhjeve parlamentare të 11 maj, të gjitha problematikat të cilat janë vënë re menjëherë pas përfundimit të gjithë procesit zgjedhor, menjëherë pas përfundimit të procesit të numërimit të votave të diasporës dhe gjithçka tjetër që ndodh në prapa skenat dhe korridoret e subjekteve politike. Në këto momente do të jem në një komunikim të drejt për drejt me mjekun e nderuar, kandidatin për deputet në lista hapur në qarkun e Tiranës, Ilir Ali Mehmetin. Doktor, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News. Mirdita, faleminderit juve për ftet. Doktor, ju së bashku me zonjën Jorita Tabaku keni qenë dy personazhet dhe dy kandidatët më të votuar në listë të hapur, por fatkeqësisht ju keni mbetur jashtë parlamentit. Marr komentin dhe opinionin tuaj se rekon fillimisht këtij rezultati dhe më pas ndalemi tek të tjera analiza dhe atë se çfarë është duke ndodhur aktualisht në brendësitë Partisë Demokratike. A ka nisur një analizë e këtij procesi zgjedhor për post faktit që akuzat dhe denoncimet janë dërguar edhe me një dokument të posaçëm drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe faktorit ndërkombëtar? Po, faleminderit për pyetjet. Atëherë në rast parë besoj se e keni shumë qartë që se kjo nuk është çështje fatkeqësie, kjo është çështje e një sistemi elektoral të mbrapsht, jo demokratik, që u propozua verën që kaloi dhe që ju e dini fare mirë qëndrimet e mia kundër këtij lloji sistemi. Sepse largon votuesin nga të votuarit. Që do të thotë, nuk mund të shkojë dot direkt vota tek njerëzit që ata duan që të votojnë. Me këtë sistemi, jo listë hapur, jo listë mbyllur, e me radhë. Për këto, unë kam marrë qëndrimet përkatëse në kohën përkatëse, kështu që nuk besoj se ka nevojë neve të rivendosemi këtij diskutimi. Për sa i përket zgjedhjeve të procesit zgjedhor të 11 majit, kemi një raport zyrtar të OSBE-Odirit që flet shumë qartë se si kandidatët kanë qenë pa barabartë ndërmjet pozitës dhe opozitës, se si është përdorur administrata publike, se si është përdorur paraja, se si janë përdorur grupet e ndryshme kriminale, se si është bërë intimidimi i votuesve e me radhë. Ky është raport zyrtar dhe këtij qëndrojmë, që do të thotë në këtë vend zgjedhje të lira dhe të ndershme në 2025 akoma duket një ëndër që me kismet kur do ndodhë. Se brenda kësaj vorbulle ndodhet gjithçka tjetër dhe ndodhemi gjithë ne. Se nuk ka të bëjë kjo vetëm me kandidatë, por ka të bëjë edhe me njerëzit. Me njerëzit ka të bëjë rreth parë, sepse janë ata që votojnë për një të ardhme për ta. Dhe nëse ky vullnet falcohet, nëse ky vullnet nuk është i lirë dhe i ndershëm, herë ne kot flasim për zgjedhje pastaj. Është një procedurë, zgjedhje janë bërë edhe në 45 vjetët e komunizmit. Por nuk besoj se ishin vite që shtonë dikush dhe bëte zgjedhje tjera dhe të ndershme. Kjo thjesht procedura me sa duket. Dhe në këtë kontekst duhet ta shohim në gjën e madhe. Ndër tjera, ky sistem elektoral, ju thash ti mbrapsht, e vendos se sistem elektoral për të cilin ka qenë votues edhe vetë Partia Demokratike, këtë vlen të theksohet vazhdimisht, doktor. Absolutisht, dhe keni shumë drejt që e përmendi, patjetër, sistemi elektoral është bërë në mënyrë bilaterale nga të dy partitë. Dhe siç po ju a them tani, këtë gjë kam thënë dhe në verën e 2024-s, ky sistem elektoral është sistem që penalizon opozitën. Patjetër partitë më të vogla i penalizon dhe më shumë, por opozitën në përgjithësi e penalizon jashtëmase dhe favorizon opozitën. Ky është realiteti dhe ja ku po i shohim në shifrat se si Partia Socialiste edhe me mënyrën se si i bëri zgjedhjet, 52% fitoj, tashti 52% që i 140-ës nuk i bjen 83 deputet. Besoj se gjithë ne kemi një makinë llogaritë dhe shtëpia mund bëjë llogaritë. I bjen ndërmjet 73 dhe 74. Ky sistem e çon 83, pse se futen këto maestrët në lojë që krijojnë këto lloj problematikash. Apo kemi një parti të vogël, e cila ka marrë 10 mijëra vota dhe ka marrë një mandat vetëm, ndërkohë që një parti tjetër më e vogël akoma ka marrë 10.000 vota më pak dhe ka marrë 3 mandate. Tashti nëse këto sisteme quhen
të rregullta dhe normale, mu nuk më duket fare që janë as të rregullta dhe as normale. Pra vullneti i nxjerrësit këtu me këto lloj sistemesh është i fallsuar dhe këto sisteme e largojnë nxjerrësit nga zgjedhuri. Dhe ky është arsyetimi vërtet pse këta njerëz e bëjnë. Pra, Që në njerëzit parim ka gjithmonë më pak të merren me ka politikë dhe dështuar gjithmonë kodi më pak zgjedhor. paraqiten për të votuar. Edhe një herë të ndryshë, lutem se nuk dëgjoj. Në parim ka dështuar kodi dhe sistemi zgjedhor. Jo, ky është kod që s'duhet ta kishim fare. Pra nuk është dështim ky. Ky dihet që ky nuk është kod elektoral. Kjo nuk ka asnjë shtet në Europë që e ka këtë lloj kodi. Unë nuk di ndonjë vend zhvilluar të ketë kod elektoral të tipit. Ky u bë qëllimisht dhe bën qëllimisht të sisteme që njerëzit të jenë gjithmonë më pak të interesuar të votojnë dhe në fakt neve shohim këtë. Pra, zgjedhje mbas zgjedhjesh gjithmonë më pak njerëz paraqiten. Ju kujtoj unë se unë jam mbështetës i demokracisë drejt për drejt deri në fund. Që do të thotë, sistemi mazhoritar që ishte i pranishëm 20 vjet para, të rinjt nuk kanë se si ta mbajnë mend, sepse 20 vjet para nuk e mbajnë mend, por brezi im dhe brezi mbi mua patjetër e mban mend. Ishte një sistem i cili ishte pranë zgjedhësit dhe zgjedhti shkonte dhe zgjidhte një kandidat ndërmjet PD-s dhe PS-s dhe lufta politike ishte ndërmjet dy partive, jo brenda kandidatëve të njëjtës parti. Dhe ky lloj sistemi, jo vetëm që përfshin më shumë njerëz në proces, por prodhon zëra të fortë parlamentarë. Kur shkojnë në parlament, shkojnë aty dhe bëjnë ligjet mira dhe të sakta, dhe shkojnë i vejnë gishtin kryeministrit kushdo që tjetë nga cila do forcë politike për të mos ndërhyjë institucionet e pavarura. Në të kundërt, me këtë që ndodh tek ne, largohet nga zgjedhësi i zgjedhurit, nuk merret vesh se kush është deputeti i zonës, ndërkohë që njerëzit ta pyesin, kush është deputeti i zonës? Nuk ka 20 vjet që nuk ka deputet zona. Se kanë heqë to maestro. Pse e bëjnë këtë? E bëjnë që t'i largojnë njerëzit gjithmonë më shumë nga proceset demokratike. Dhe ne në fakt, shumë mund ta mbani mend fare mirë se si gjatë gjithë muajit kaluar, kryeministri bënte thirrje për të mos votuar. Të njëjtën gjë e bëri edhe 2023-shin zgjedhjet vendore, bënte thirrje për të mos votuar. Dakor, është në interes të tij që njerëzit të mos votojnë. Dhe sa më shumë i mërzit ata nga ky drejtim, aq më shumë deli fituar ai vetë. Sepse e bën vetëm për vetën e vet, nuk e bën për njëri tjetër. Kështu që neve duhet kuptojmë që neve në Shqipëri nuk jemi në demokraci funksionale, nuk jemi në absolutisht në të sisteme. Ne jemi në një zonë, unë do e përkufizoj të ndodhet ndërmjet autokracisë dhe diktaturës. Ky është realiteti ku ne ndodhemi. Nëse neve flasim për demokracinë këtë vend, vjen keq, po e kemi shumë gabim. Nëse neve flasim për kushtetueshmëri në këtë vend, sërish ne kemi gabim. Kujtoj unë se si disa muaj më parë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste hodhi poshtë një vendim të gjykatës kushtetuese. Cili vend i botës merren kushtetuese për këtë? Atëherë nëse kushtetuta shkot, nëse demokracia shkot, ku kemi shkuar? Por rikthehemi ka ato 45 vitet që dim fare mirë se si i kishim, pa kushtetutë, pa ligj, kishte një person i cili merrte vendimet për të gjitha. Ky diktaturë, edhe ai bënte zgjedhje, shkonte 99.9% e popullit, voton 99.9% kandidatin e Frontit Demokratik dhe urra ja dole me sukses. Kujdes, nuk i beson më njerëzit tyre. Dhe si e shfaqen mosbesimin e tyre? Në radhë parë duke mos u paraqit fare me votu, dhe radhë dytë po na hikën në rinia, sepse thot ju me këto lloj sistemesh nuk keni më çfarë na ofroni, nuk keni më shpresë, ju ndonit vetëm na largoni. Dhe ky është realitet. Dhe nëse ne nuk e shohim të realitet në sy dhe nuk i themi të vërtetat që dhembin, ne jemi duke bërë detyrën tonë, në radhë parë si antar të komunitetit, radhë parë si krye familjar, e më pas si përfaqësues komunitetit si zërat e tyre. Kjo është e vërteta e madhe që duhet të thënë. Ne po jetojmë në një vend që ndodhet ndërmjet autokracisë dhe diktaturës. A mund të rrshkasim prapë diktaturë? Patjetër. E kanë bërë baballarët dhe gjyshit tanë, kanë jetuar diktaturë me veprime dhe mos veprime, kanë qenë pjesë e saj. Ndërkohë që neve sot po shohim të njëjtën rrëshqitje dhe ku po e shohim tek fëmijët e atyre që na kanë mbajtur diktaturën gjatë 45 viteve. Po të njëjtët njerëz janë. Pse habitemi ne? Kështu që të jemi shumë të qartë, o i kthehemi rrugës drejt demokratike perëndimore, ose përndryshe ne do vazhdojmë ke pjesa komuniste lindore dhe hajde rrëshkasim gjithë bashkë aty poshtë në Humner, rinia do na iki, lindjet do bien, moshat do pleqohet gjithmonë më shumë dhe ky kom do shuhet. Çështja e vendimeve dhe qëndrimesh është ky. Kështu që nëse vendimet dhe qëndrimet janë këtë drejtim, atëherë ne meritojmë fatin që do të kemi. Ky sistem zgjedhor, doktor, përveç se ka krijuar pabarazi sekon subjekteve politike dhe kandidatëve ashtu siç e theksuat vetëm pak më parë, ka krijuar
edhe një pabarazi dhe një debat edhe të brendshëm, dhe kjo është dukur qartazi si në Partinë Socialiste, por ashtu edhe në Partinë Demokratike. Dua të komentojmë pak situatën në Partinë Demokratike, duke qenë se është situata më e nxehtë dhe është subjekti politik i cili ka humbur zgjedhje dhe ka arritur që të fitojë vetëm 50 mandate në rang kombëtar. Ka patur një debat shumë të madh, një debat të brendshëm, sa i takon atyre të cilët kanë qenë pjesë e listës mbyllur, pra pjesë e listës sigurt dhe kandidatëve në listë të hapur. Dua të kujtoj këtu edhe për publikun që ju, doktor, së bashku me zonjën Jorita Tabaku, keni grumbulluar aq shumë vota, vetëm ju të dy së bashku, sa për të prodhuar 3 deputet. Ndërkohë që ata të cilët janë në listën e mbyllur, në listën e sigurt, janë të sigurt dhe mandatin e tyre e kanë përfituar mbase edhe mbi shpinën tuaj, mbi punën tuaj. Kanë nisur debatet dhe statuset e para sa i takon menjëherë pas mbylljes procesit. Dua të kujtoj një status të zonjës Adriana Kalaja, e cila akuzonte zonjën Tabaku, e cila doli më e votuara, pra e para në listën e hapur, se kjo e fundit i ka marrë votat nga Edi Rama, që Edi Rama ta përdor më pas sipas interesit të vet. Ai shkon një partie demokratike, një debat i tillë i brendshëm, një xhelozi e tillë, një luftë ndërmjet kolegëve dhe kandidatëve të saj në brendësi, ndërkohë që duhet të merremi edhe me probleme të tjera më të mëdha për analizën zgjedhore, problematikat, pse i humbi zgjedhjet Partia Demokratike, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Pse duhet të ndodhë kjo në Partinë Demokratike? Ju pyes duke qenë se keni qenë kandidati më i votuar, ndër më të votuarit. Po, nga të parë, patjetër ka etapa kjo punë, që do të thotë duhet mbyll procesi zgjedhor, se s'ka mbaruar ende, ju e dini që kjo s'ka ndodhur ende, tabelat përfundimtare s'janë prodhuar nga KQZ-ja. Më pas, hap dytë është analiza zgjedhore, që unë bëj të fushatës time dhe më pas ndihmoj, ushqej me gjetjet e mia edhe grupi që do merret me analizën zgjedhore totale, pra secilës të gjithë Tiranës njëjtë, por dhe të 11 qarqeve të tjera. Them drejtën, nuk kam pas mundësi të ndjek edhe qarqet e tjera apo edhe kandidatët e tjerë, duke qenë i fokusuar tek fushata personale, se i tillë ishte ky kod elektoral, dhe nuk mund të flas tani përpara se të bëjmë analizën. Analiza ende s'ka nisur. Jo, absolutisht, po me të drejtë një qytetar, se kam takuar shumë qytetar këto ditët e fundit, dhe me të drejtë ata ngren pyetjen: ore, si ka mundësi që doktor Ilir Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku kanë prodhuar vota sa për 3 apo 4 mandate deputetësh, ndërkohë pjesa e listës së mbyllur ka qëndruar e qetë, madje duke mos u përfshirë në asnjë lloj aspekti të mundshëm. Këto janë fjalët e qytetarëve, doktor. A është e drejtë? A është e drejtë ky rezultat? A është i drejtë dhe ju të mbeteni jashtë parlamentit? Edhe një herë. Pra, për ta pa kuptuar realitetin e plot situatës, të duhet një analizë, sepse nuk mund të flasim dot neve vetëm nga sytë tonë dhe ta përgjithsojmë. Ka të dhëna të tjera të cilat duhet marrë, të gjitha dhe të nglobohen në analizë. Analiza është e plot, nuk bëhet vetëm për nga këndvështrimi, por varet nga këndvështrimet e tjera. Ne kemi parë, mund ta themi këtë, që përgjithsisht kandidatët e listave të mbyllur të gjitha partive kanë qenë relativisht më të qetë. Pra, kanë pas më pak nxitje, po them, për të punu, dhe kjo është krejtësisht natyrale me këtë lloj sistemi. Pra, ky sistem nuk është se promovon që të gjitha partitë të hecen dhe të punojnë fort, sidomos pjesa e listës mbyllur. Dhe unë ja thash, është sistem që e penalizon opozitën. Besoj se isha i qartë këtu që në fillim. Absolutisht. Por që ta bëjmë këtë analizë të plot, neve na duhet koha përkatëse për ta bërë këtë gjë. E nisun nga fushata personale dhe vazhdojmë më pas ke pjesa e qarku Tiranë. Pastaj për qarqet e tjera do ketë grupe tjera pune, cilat do t'i harmonizojmë pastaj brenda analizës kombëtare, pra për të 12 qarqet. Kështu funksionon.
Më pas, ju më bët një pyetje, a mund të ketë diskutime të tjera? Ne jemi Parti Demokratike, patjetër që ka diskutime, ka dhe Partia Socialiste, po ato kanë frikë të bëjnë diskutime transparente. Ne nuk kemi shumë hallë dhe probleme nga ky drejtim, jemi më të hapur, më ekstrovers. Dhe kjo është arsyeja pse diskutohet shpesh, u tha kjo apo ajo, ndërkohë që vute re për shembull, gjatë ditëve të kaluara që disa prej kandidatëve të Partisë Socialiste kërkuan materialet filmike të kamerave të numërimit dhe ju erdhi urdhër nga Edi Rama, ju erdhi urdhër në mënyrë absolute mos ta bëni këtë. Dhe ato u tërhoqën, e vutëre, besoj. Kjo në Partinë Demokratike nuk ndodh. Përderisa institucioni ti bën të mundur që ti kesh këto pamje filmike, ti analizosh, Po mirë, duke qenë se jemi në një subjekt politik si Partia Demokratike, ku fjala e lirë mbizotron, a duhet marrë për bazë premtimet e të paktën drejtuesve politik të qarqeve ose njësër eksponentësh të rëndësishëm të kësaj force politike që në qoftë se do të humbisnin zgjedhjet, do të kryenin patjetër dorëheqjen e tyre si figurat cilat kanë 32 vite pjesë e politikës në Shqipëri? A duhet të ndodhë kjo gjë në Partinë Demokratike dhe premtimet fillohen dhe të mbahen dhe përgjegjësia të jetë personale për rezultatin zgjedhor, se ju e keni parë se çfarë lufte ashpër është bërë nga drejtuesit politik dhe kolegëve tanë gazetarë në terren, të cilët patjetër do të bëjnë pyetjet, patjetër do të përcjellin zërin e qytetarit, patjetër kërkojnë një përgjigje konkrete dhe kërkojnë përgjegjësi. Po, është e rëndësishme që pyetjet marrin përgjigje, por megjithatë bëjmë gjithmonë krahasime. Mos harrojmë që nga krahu tjetër nuk ka përgjigje fare, ju vijnë kasetat gatshme nga forcat politike. Pra, nuk ka fare pyetje përgjigje. Duhet të jemi shumë të qartë se ku qëndron Partia Demokratike për drejtë e fjalës dhe për lirinë e medias dhe ku qëndron Partia Socialiste. Po të ishte për atë, gjithë mediat i kontrollonte ajo, siç ka bërë 45 vjet Partia e Punës. Në të njëjtën logjikë janë. Tashti neve vazhdojmë diskutimin këtu që po flisnim bashkë, sepse kjo është më e rëndësishme. Në momentin që bëhet analiza, strukturat përkatëse, forumet përkatëse ngrenë dhe përgjegjësitë përkatëse. Dhe mbas atyre përgjegjësive, dhe mbas atyre dhe çka është arritur, se ka zona që është arritur për shembull, ka zona që ne kemi shënuar fitore, ku nuk kemi pas fitore përpara. Ne duhet të ecim në një proces që patjetër meritokracie, ku njerëzit që kanë performuar bëjnë hapa para dhe njerëzit që nuk kanë performuar bëjnë hapa mbrapa. Patjetër ne do ta marrim parasysh që kjo do ndodhi brenda kontekstit total se si është zhvilluar këto lloj zgjedhjesh. Që të themi drejtën, unë i qëndroj raportit Kosovë-Odirit, raporti flet për garë të pabarabartë ndërmjet subjekteve dhe ndërmjet kandidatëve. Për sa kohë të jetë kështu, atëherë çfarë mund diskutojmë ne më shumë? Ne nuk jemi më në demokraci, që të diskutojmë çështje pse demokracia këtu nuk funksionoi. Pavarësisht vlerave që mbajmë ne brenda partisë tonë, fatkeqësisht shteti shqiptar çdoi të qenurit shtet sërish dhe në 2025 ne kemi prapë po të njëjtat halle që kishin 2021, të njëjtat halle që kishim 17 në 4 vjet përpara, 4 vjet përpara akoma. O dalim ne nga kjo vorbull, ose dalin shqiptarët nga Shqipëria. Kjo është fatkeqësisht e vërteta. Vetëm këto dy alternativa janë, doktor? Edhe njerëz zotë reagive se pata vështirësi teknike. Vetëm këto dy alternativa janë për rikthimin në normalitet të vendit, o del Partia Demokratike nga vorbulla ose dalin shqiptarët. Pra, nëse shteti nuk funksionon, nëse shteti ka vendosur mos jetë demokraci, po të jetë diktaturë, se kështu e ka vendosur shteti. Po pse kush do na marrë me zorën? Pra, neve 45 vjet na mbajnë dorë kishim kufit e mbyllur. Po me kufit hapur njerëzit ikën dhe ju e dini, mbi gjysma e popullatës jeton jashtë Shqipërisë, që tashmë, që në këtë moment që ne flasim se është gënjeshtër kjo, ky është realitet. Pse bëjnë këtë? E bëjnë sepse ky shtet nuk është shtet. Po të kishte zhvilluar normat e veta zgjedhore dhe demokracinë funksionale dhe institucionet e pavarura të ishin me të vërtet pavarura dhe efektive, herë ne do kishim shpresë dhe besim. Dhe popullata do shtojë. Popullata nuk bie në një shtet që shkon mirë. Njerëzit largohen nga e keqja dhe shkojnë drejt mirës. Po na ikin e njerëzit. Ku po ikin? Po ikin drejt lindjes apo po ikin drejt perëndimit? Po ikin drejt diktaturave apo po ikin drejt demokracive? Ne por ai tregoj njerëzit qartë, duan demokraci funksionale. Duan vende ku të drejta të ruhen dhe mbrohen. Jo vende si ne, ku pasiguria është madhore në të gjitha aspektet
e jetës dhe patjetër kjo fillon nga çështjet zgjedhore. Pra, qofse ti përfaqësuesit e tuaj që komandojnë nuk e zgjedh ashtu siç duhet, po ti zgjedhin grupet kriminale apo interesat e disa konjunkturave të ngushta, disa kolisave të ngushta, po më pas gjatë 4 viteve interesat e kujt do shërbejnë ato, interesat e njerëzve apo këtyre grupeve, kulisave, konjunkturave e grupeve strukturore kriminale. Po shumë e qartë kjo. Jo, unë rrath parë para se me qenë pjesëmarrës politik, jam qytetar i këtij vendi. Po themi gjërat që ne gjithë i dim, asnjë nga ne, kujt ja ka borxh dikush një emër i panjohur që nga hiçi shkon dhe merr 20.000 vota një rajon të caktuar. Kujt ja ka borxh zgjedhjen? Ja ka borxh mbështetësve, njerëzve që ja votuan, apo atit që ja bëri të mundur atë? Po këtij ja ka borxh, patjetër. Si do ja kthej borxhin? Në kurriz këtyre njerëzve. Po krejtësisht normale, kjo është logjika thjesht aritmetike. Pra, nëse neve mohojmë këto gjëra, atëherë meritojmë që ne sikon, shuhemi, hajde, kush do le të vazhdojë të rindoj diktaturë, gjithmonë më pak do jenë, gjithmonë më pleq do jenë, gjithmonë më pak fëmijë dhe rini do ketë, dhe pjesa tjetër do ikë. Ky është realiteti. Po e bëm keq këtë punë, njerëzit ikin. Po e bëm mirë këtë punë, njerëzit vinë. Shumë e thjeshtë. Prandaj dy alternativa ka. O e bëjmë këtë shtet, ose përndryshe e praktisim, mbyllim derën, nuk e kthejmë kokën mbrapa më dhe shohim punët tona dhe familjeve tona. Doktor, për ta përmbyllur këtë hapësirë së bashku, sepse minutat kalojnë nxitim thim. Kam një pyetje të fundit që vijon edhe pak si pyetje personale. A ka patur problematika procesi zgjedhor? Ka patur pafund dhe ne i kemi transmetuar. Ka patur pa fund, ka patur manipulime, ka patur denoncime nga më të ndryshmet. Dhe për këtë gjë ka qenë edhe në terren edhe task forca e ngritur nga prokuroria e posaçme SPAK. Por në një realitet tjetër demokratik, ai që zgjedhjet duhet të mbajë një përgjegjësi. A duhet të mbajë një përgjegjësi sado edhe morale, pavarësisht problematikave të procesit zgjedhor, zoti Berisha si kryetar i Partisë Demokratike dhe në një intervistë të pakorve më parë, zoti Berisha i pyetur se rekon dy kandidatëve me më shumë vota në listë hapur, ndërta edhe ju doktor, ka përveç vlerësimeve maksimale që kishte për figurën tuaj si mjek dhe si individ, është të shprehur që mbase do të kemi një kandidatur tuajën për kryetar të Bashkisë së Tiranës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Si qëndron e vërteta dhe si qëndron opinioni juaj sa i takon këtyre dy pyetjeve të fundit? Pyetja e fundit ishte pak më shumë personale. Po, tre çështje thashun këtu. Gjëja e parë ajo task forca famshme çfarë prodhoi? Se thatë task forca SPAK-u çfarë prodhoi? Përveç që i vu një emër edhe në thanë task force, çfarë prodhoi? Çfarë veprimi mori? Unë s'pash gjë, pa gjë ju? Mirë, vijon që tjetë në teren, se hetimet kanë përshtypjen do të vijojnë. Po, vazhdojnë të hetimet, mas 10 vitesh kur na i sjellin. Kujdes, neve në Shqipëri krimin elektoral nuk e hetojnë, se është pjesë e procesit kjo, që krimi të marrë zgjedhjet nuk duhet ta hetosh. Dhe nëse ti fiton zgjedhjet, nuk e heton. Ju kujtoj që ne kemi dosje krimi elektoral nga viti 2021, nuk janë hetuar. Mbaroi legjislatura, iku 2025, ç'na duhet tash jetimi neve për të bërë telenovela? Për çfarë na duhet? Neve drejtësia na duhet efektive që të parandaloj një dhe të bëhet shembull që kjo gjë mos të rindodh dy. Ndërkohë çfarë shembulli na dhan, bëj krim sa duash elektoral, po i fitove zgjedhjet ne sprekim. Po i humbe zgjedhjet, pastaj dorta ti dhe në qafë. Që do të thotë çfarë i thojnë këtyre grupeve? I thoni fitoni me çdo kusht, trashën i krimi sa më shumë që mundemi nga hera në herë, në mënyrë që ta mbani me thonjë me dhomë të pushtet, dhe neve kështu nuk ju hetojmë. Çfarë bëri krimi elektoral? Unë ju jap dy shembuj konkret. U falën gjobat, unë jam kundër gjobave të kota, nuk duhem fare gjobat. Por u falën gjobat 2-3 ditë para zgjedhjeve. Po ligjë kjo task forca famshme? Po që zëja, SPAK-u, BKH-ja, çfarë doni ju? Gjithë institucionet tona thanë ndonjë fjalë? Nuk thanë asnjë fjalë. Doli një drejtoresh shkolle, u kërkonte mësuesve, merrni nga 5 dhënës, dilni në miting Partisë Socialiste. Ne i çojmë kalamajt në shkollë për të shkollu, këto i marrin e nxjerrin mitingje. Thanë gjë këtu, kjo task forca? SPAK-u, BKH-ja,
Gjithë institucionet tona me radhë, KQZ-ja, çfarë doni ju? Asgjë. Shkojmë ke diaspora, na thonë ka 40.000 zarfa, nga 40 bëhen 42. Pastaj numërojnë 43.000 nga 42.000. Pastaj shkon 43.700 nga 42.000. Po mirë, këto gjëra nuk i shohin këta? Asgjë nuk shoh. Po. Do t'i hetojnë kismet në të ardhmen, prit gomart mbi bar. Unë më vjen shumë keq dhe jam shumë i revoltuar në këtë drejtim, që neve në Shqipëri vazhdojmë kemi institucione që thjesht janë fasada. Kur vjen puna për veprime, zero. Ne na duhen veprimet efektive të parandalojnë, t'jenë aty t'i kapin kushte flagrance. Jo ne diskutojmë dhe të vujnë të procese vit mas viti dhe gjithë jetët tona dhe familjet tona vujnë, sepse disa njerëz nuk bëjnë punë të tyre se janë të kapura nga disa grupe të caktuara, politike apo kriminale. Kjo është e vërteta. Ta themi të vërtetë. Njëri element. Pjesë se kjo është një pikë që unë mendoj që mos kesh drejtësi në një shtet, do të thotë mos kesh shtet. Kemi shumë qartë. Elementi i parë. Elementi i dytë, përmendet përgjegjësit gjithmonë shkojnë për lart dhe janë gjithmonë forume përkatëse që kanë privilegje, sa më lart shkojmë, kanë privilegje më të mëdha dhe kanë përgjegjësi dhe më të mëdha. Aty merren vendimet dhe qëndrimet përkatëse, kurse për sa përmendet për pushtetin vendor, unë jam ende pjesë e procesit zgjedhor të 11 majit dhe nuk jam absolutisht tip që t'jep etapat dhe neve tani që të heqim vëmendje nga kjo dhe ta çojmë në një bisedë tjetër që nuk e dim ku është në kohë, bëjt një gabim shumë madh. Syt mbajnë këtë topin në këtë moment. Në këtë moment ne jemi ende pa mbyllur procesin zgjedhor. Në Tiranë ka shumë diskutime, besoj në rrethet e tjera, dhe ne kemi diskutimin madhor ku duhem ta çojmë këtë vend. 1. Do mbaroj procesi zgjedhor, 2 do bëhet analiza, 3 duhet riformatimi në le të themi në simbiozë që ndjek në logjikë analizë që ne do tjetër doktor që vetë zoti Berisha e ka theksuar. Ekziston edhe ky elementi tjetër që është thënë nga vetë zoti Berisha, fillimisht të gjitha provat se lakon abuzimeve në procesin zgjedhor do të dërgoheshin dhe një pjesë e tyre janë dërguar drejt faktorit ndërkombëtar dhe ky faktori është bërë me dije, ndërkohë nga ana tjetër zoti Berisha theksojnë që Edi Rama nuk e rrezon dot as faktorin ndërkombëtar, po e rrezon lëvizja popullore. Se tani kam përshtypjen ka pak kontradikt ndërmjet fjalëve që thuhen, janë thënë dje dhe thuhen sot, do thuhen nesër e pas nesër edhe në vijim. Duhet jemi pak realist në këtë drejtim. Po, mendoj që ndoshta këto pyetje duhet i adresoni zotit Berisha. Unë mendoj nga krahu im që ne jemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës, që ata thash shumë qartë, jam shumë i qartë nga ky drejtim. Faktori ndërkombëtar është kyç, se neve një shtet i vogël sa që jemi një grusht jemi. Momenti që instalohen diktaturat, njerëzit nuk e kanë më fuqinë për t'i çmontuar ato. Kemi parë Shqipëri, kemi parë në gjithë këtë pjesë të Europës, lindore, apo jo. Kemi shumë qartë nga ky drejtim. Po të mos kishte një ndihmë dhe asistencë nga bota perëndimore dhe bota zhvilluar, ky vend do kishte vazhduar të ishte diktaturë. Keni parë Bielorusin? Sa mandate ka Bielorusia për shembull? Numëro mandatet kot. 4 vjet më parë, ju kujtoj për shembull kryeministri bielorus doli me Kalashnikov në dorë vetë rrugëve për t'i gjujt protestës të njerëzve të cilët kërkonin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po këtë model do marrim ne. A e bën dot Bielorusi? E hedh dot Bielorusi dot me votë atë sistem? E hodhi sot mas 4 vitesh? Nuk e hodhi dot. Jemi konkret këtu. Pra pa një ndihmë reale dhe pa një arbitër në fushë, jemi shumë qartë. Nuk është e ardhme e lumtur. Dhe prandaj ikin njerëzit, sepse e kuptojnë këtë gjë. Të jemi shumë sinqertë. Neve kemi vendosur të përballëm, por ne dim shumë mirë se çfarë kemi përballë. Dhe patjetër, ndërkombëtarizimi i çështjes dhe mbështetja ndërkombëtare është faktor kyç në këtë drejtim. Nuk ka asnjë lloj diskutimi. E qartë. Doktor, të falenderoj shumë për minutat që i kushtuat Fox News. Ju falenderoj juve. Ne shkëputemi në publicitet.